Pra rune vetën dhe fëmijët e juaj, familjen e juaj nga zjarri, me çka me i ru? Qysh me investu? Ja ejuhalladhina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besu, ruajeni, kujdesuni, pra qëllimi i ekzistimit të njeriut është adhurimi Allahut, pra tauhidi, njëshmëria e Zotit. Dhe rreziku më i madh që e prish këtë shirku, e pastaj edhe gjunahet. Andaj Allahu xhaleshanu ka thonë, zbatoni tauhidin, njëshmërinë e Allahut, ruajeni gjunaheve, ruajeni gabimeve, ruajeni lëshimeve, pra ruajeni veten e juaj që të mos bëni në grackën e mashtrimit, të dyshimeve edhe të mohimit, pra ruajeni veten nga zjarri i xhenemit, veten e juaj. Me njerë pas vetës ka thonë, familjen e juaj. Ruajeni familjen e juaj. Thot Aliu radiallahu anhu, në lidhe me këtë ajet kuranor, ka thonë Aliu një fjalë e cila është shumë e nevojshme për ata të cilën po e flasim. Ka thonë Aliu radiallahu anhu, ka thonë allimuhum, ka thonë wa addibuhum. Këtë ajet Allahu po thotë mësojini ata dhe edukojini ata. Pra rune vetën dhe fëmijët e juaj, familjen e juaj nga zjarri, me çka me i ru? Qysh me investu? Me çfarë me kujdes? A duke i marru shtëpia? Ani mirë është ajo. Duke i lënë biznese? Ani mirë është ajo. Duke i lënë tregti? Ani mirë është ajo. Ama allimuhum, waddibuhum, kjo është garanca e ruajtjes së tyre ardh vetëm kur të mësohen ata dhe të edukohen ata si duhet.